Në rand por, na, secili prej neve, edhe unë personalisht për vete flas gjithmonë, thamë që gazetarët nuk mund na më dol asnjëherë shtojnë hakut, sepse pavarësisht që tash ka gazetarë të ri, për gjithmonë kanë ekzistuar gazetarët, edhe fol gazetarëve dhe fol njerëzve të cilët kanë shkruar dhe kanë bu mund. Ne jemi promovuar si persona, si sportista, sepse pa promovimin, pa ndihmën e tyre ne kishte më qenë vështirë. E që unë për ata kanë erë shumë herë, jo shumë herë, po 100% rasteve veç kur sumoj, sepse nuk muj si person me refuzue apo në ndonjë intervistë apo ndonjë deklaratë gazetare, sepse unë i një shpirtërisht obligim ndaj tyre. Unë personalisht po flas një shpirtërisht obligim, sepse ju jeni ata të cilët ne jemi promovu, edhe sot promovohemi. Andaj deklarata Amir Ramonit, ne gjithë e dim, nuk ka njeri që nuk i gëzohet një suksesit Amir Ramonit apo një futbollistit kosovar. Kush do të qoftë ai, edhe Amir Ramonit kësaj rast, sepse nuk është e lehtë bëhesh kampion 2 herë me në Itali, një garë shumë e fortë, një kampionat shumë e fortë, por megjithatë, mendoj se deklarata e Amirit si djalë i ri ka qenë pak e ngutshme. Kur thamë e ngutshme si mas mendimin tim, sepse ti nuk mundesh me akuzu gazetarët se s'kan orë atje, sepse nëse ti ju ke bu ftesë gazetarëve i ke thonë e janë, se i keni prej meje për me qenë prezent, atëherë mundesh me thonë që unë i kam ftu, i kam pas gjithë atë hjekën edhe s'kan ardhur, atëherë është diçka tjetër. Por derisa ti nuk mundesh me obligu dikon me ardhur në Itali. Unë besoj që gjitha mediat dhe gjithë gazetarët i kanë dhënë shumë jehon, edhe normal që do të më dhonë jehon suksesit Amir Ramonit, edhe gjithë ne i kemi dhënë dhe ju kemi gëzu, por që duhet me pas si kur je si person publik edhe kur je si figurë publike duhet me kon shumë i matën çka po flet. Sidomos ndaj gazetarëve, sepse unë nuk mendoj gazetari i cili nuk ka pas shef me kon ato momente të Amir Ramoni atje, por që thuhet sepse pse gazetar kështu të citet në një farë forme fajt të gazetarët, mendoj që është deklaratë ndoshta pak e ngushtme, jo shumë e menuar mirë. Nuk mendoj që Amiri është as ideali, sepse vetë kum luajt me Amir Ramonin në fillimet e karrierës tim në Drenic, kur ka filluar para se me shku në Shqipëri, ka qenë me mua në klub kemi luajtur bashkë në Drenic dhe një shumë mirë, edhe shumë djalë i mirë. Por që kanë herë ka nevojë njëri më konsultu me dikon kur del kësi deklaratësh edhe kur akuzon dikon, e sidomos po tham sidomos te gazetar, sepse më rrok me gazetar është sikur më rrok me shtet njëjtë. Probleme që më rrok me gazetar.